Shumë faleminderit zoti Xholi. Vura re elokuencën tuaj, kompetencën tuaj, qetësinë me të cilët juve menaxhoni këtë intervistë dhe dua që të keni gjithë mirë kuptimin tim, po besoj dhe të këshillit që për këshillin sot është një ditë shumë e rëndësishme në fakt. Por nga ana tjetër më vjen mirë që ne ndodhemi përpara 4 kandidatëve që sikurse ju e thash, ndajnë vlera të njëjta, të përafërta me njëri tjetrin, kanë të njëjtin qëllim, kanë të njëjtin mision. Dhe synimi i tyre është forcimi i shtetit ligjor, shteti i së drejtës, lufta kundër gjithë veprimtarive negative që shoqërojnë një shtet të një shoqëri të caktuar në format e veta më të ashpra dhe më të egra. Unë ndjeva shumë mirë që juve thatë që cili do që të jetë, ne jemi një familje edhe do punojmë bashkë me njëri tjetrin me të njëjtat synime. Mirë, po unë e dua pak ndihmën tuaj për të qenë vetëm më e qartë. Nëse do t'ju pyesja, cila është pika juaj më e fortë, po shumë shkurt përgjigjet, në raport me kolegët e tjerë dhe cila mund të konsiderohet si pika juaj më delikate në raport me këta 4 kolegët e tjerë. Kjo është pyetja e parë. Mund t'i bëj të gjitha pyetjet dhe pastaj juve të merrni kohën apo e doni që po, një nga një. Faleminderit për pyetjen, nderuar zonja Mandro. Pika ime e fortë, sikur e thash në fillim të fjalës, ka të bëjë se kriteret që ky këshill i nderuar ka përcaktuar në rregulloren për ngritjen e detyrës provore të policisë posaçme, thotë që të kesh aftësi drejtuese dhe menaxhuese. Kam afër 28 vite eksperiencë funksion, kam 16 vite eksperiencë drejtuese në zyra të ndryshme, në nivele të ndryshme që mbulonin rajonet kryesore të vendit. Dhe këtë e shikoj si avantazh. Pjesën e akademike dhe të mësimdhënies e kam antistres. Ajo më ka dhënë këtë mbase këtë elokuencë. Kurse disavantazhi në krahasim me tjerët, unë mësoj çdo ditë. Nuk jam i gjithë dituri. Nuk e kam eksperiencën e duhur në hetimin e veprave penale që kanë bëjnë me kriptovaluta, në teknologjinë e informacionit, sepse çdo prokuror, çdo magjistrat merr dhe ekspert, por unë detyrohem që përshtatem të mësoj, por e kam pamundur që unë të jam ekspert i fushës së kriptovalutave. Pra kjo është pika e dobët. Dhe një pikë tjetër që kam të dobët është mundohem që ti marr gjërat më seriozisht se ç'duhet. Edhe gjërave administrative, por edhe çështjet penale ngarkohem vetë më tepër se ç'duhet dhe i hyn hak dhe familjes dhe për ne nuk ka ditë pushimi. 24 orë thash dhe pa nuk na dalin, pra që përballojmë atë lloj ngarkese. Dhe do duhet që të vijoj që të delegoj kompetencat, shpërndaj ato kompetenca gjithë secili të ndjetë i vlerësuar për të bëj punën për cilën edhe ai paguhet. Kjo është pika ime e dobët që mendoj që do e rekuperoj nëse do marr pëlqimin tuaj. Faleminderit shumë për përgjigjet, në fakt janë të gjitha pika të forta. Nëse juve do të bënit një krahastim shumë të shkurtër midis përvojës së 2 drejtuesve të mëparshëm. Cili prej tyre ju ka impresionuar më shumë dhe prej të cilit keni marrë apo dëshironi që në përvojën e të cilit të mbështeteni? Unë e vlerësoj punën e të 2 drejtuesve pararendës, dhe zotit Kraja dhe zotit Dumani. Secili prej tyre ka aftësi të veçanta që si ka tjetri. Zoti Kraja ka pasur eksperiencën më të gjatë në funksion, por u gjen në një periudhë të krijimit të institucionit dhe kishte vështirësi deri në plotësimin e stafit, ndërsa zoti Dumani vijoi në periudhë tjetër që kishte stafin e plotësuar, stafi konsoliduar, ndihmat përkatëse, bashkëpunimi me partnerë ndërkombëtarë që ka qenë kohë reale, dhe secili prej tyre unë patjetër që do kërkoj që të marr nga të 2 këto drejtues, pra ato cilësi të mira të cilat i kanë pasur dhe dua që t'i përçoj dhe më tutje. Faleminderit. Nëse unë do të votoja sot për ju,
dhe nesër do të vija në zyrën tuaj për një çështje time personale. Si do të kujdeseni ju për të mos shënuar pavarësinë dhe presionin? Po unë mund të kem një pozitë më të lartë se kjo e sotme. Unë e vlerësoj pozitën që keni, por para ligjit e kushtetutës keni asnjë lloj pozicioni dhe do respektoni si gjithë tjerët. Do respektoj si femër, do sa i bismi në i kafëm në gjë, po zgjidhja do jetë ligjore. Do me thënë fare. S'ka, sepse shumicëve u pëlqen kafeja në SPAK, dhe me vërtet e bëjmë të mirë kafe në SPAK, por patjetër me këto do ju Po, respektoj. unë në fakt nuk e pi kafen fare. Aq më mirë. Desha të di pak